Mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. Imagjino sikur të zgjohesh papritur në mes të natës. Je plotësisht i vetëdijshëm. E sheh dhomën përreth, errësirën, tavanin, por nuk mund të lëvizësh asnjë pjesë të trupit. Përpiqesh të flasësh, por zëri nuk del. Përpiqesh të ngrihesh, por trupi nuk të bindet. Dhe pastaj vjen pjesa më e frikshme. Ndjen sikur dikush është në dhomë me ty, një prani, një hije, dikush që po të vëzhgon. Për shumë njerëz kjo duket si përjetim paranormal, po çfarë është realisht paraliza e gjumit? Në këtë video do të kuptojmë çfarë është paraliza e gjumit, pse ndodh, pse shoqërohet me halucinacione kaq reale dhe pse duket kaq horror. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbisni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Çfarë është paraliza e gjumit? Paraliza e gjumit është një gjendje ku mendja zgjohet, por trupi jo. Ajo ndodh në kufirin mes gjumit dhe zgjimit, zakonisht gjatë fazës REM, faza ku shohim ëndra më intensive. Gjatë REM-it, truri paralizon përkohësisht muskujt e trupit. Ky është një mekanizëm mbrojtës që të mos lëvizin fizikisht ëndra që po shohim. Problemi ndodh kur vetdia zgjohet përpara se ky paralizë të largohet. Rezultati është që jeni zgjuar, por nuk lëviz dot, nuk flet dot dhe shpesh nuk merr frymë thellë. Dhe kjo gjatë zakonisht disa sekonda deri në disa minuta, por për personin që e përjeton duket shumë më gjatë. Pse ndodh paraliza e gjumit? Ka disa faktorë që rrisin mundësinë e paralizës së gjumit. Një ndër më të fortët është mungesa e gjumit. Kur trupi është i lodhur, cikli REM rregullohet dhe kalimet mes fazave bëhen më të paqëndrueshme. Edhe stresi dhe ankthi luajnë rol të madh. Truri mbetet hiperaktiv edhe gjatë natës, duke rritur gjasat e zgjimit të pjeshëm. Orari që rregullt i gjumit, punët e natës apo vjetja në orë të ndryshme e destabilizojnë ritmin cirkadian dhe e bëjnë paralizën më të shpeshtë. Vjetja me shpinë është një faktor tjetër i njohur. Shumë persona raportojnë episode pikërisht në këtë pozicion. Pse duket kaq horror? Pjesa që e bën paralizën e gjumit kaq të frikshme nuk është vetëm pamundësia për të lëvizur, por halucinacionet. Truri ende në gjendje ëndre projekton imazhe mbi realitetin që sheh. Kjo mund të përfshijë hije që lëvizin në dhomë, figura pranë shtratit, dikë që qëndron mbi ty, ose ndjesinë se po të prekin. Disa ndjejnë presion të fortë në kraharor, sikur dikush është ulur mbi ta. Historikisht kjo është përshkruar si demoni i natës në shumë kultura, por neurologjikisht është kombinimi i paralizës muskulore dhe ëndrrës aktive. Truri nuk e dallon që po krijon iluzion. Ndjesia pranisë. Një element shumë i zakonshëm është ndjenja se nuk je vetëm. Kjo lidhet me zonat e trurit që përpunojnë vetdijen trupore dhe hapësirën përreth. Kur këto zona rregullohen, truri projekton një prani tjetër pranë teje. Dhe pse fizikisht nuk ka askënd, përjetimi duket absolutisht real. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz betohen se pan dikë. Sa e rrezikshme është paraliza e gjumit? Pavarësisht frikës që shkakton, paraliza e gjumit nuk është e rrezikshme fizikisht. Nuk të dëmton trurin, nuk ndalon frymarrjen dhe gjithmonë kalon vet. Por mund të jetë psikologjikisht shumë e frikshme, sidomos për ata që nuk e dinë çfarë po ndodh. Njohja e fenomenit shpesh ul frikën në episodet e ardhshme. Si mund të reduktohet? Paraliza e gjumit bëhet më e rrallë kur stabilizohet rutina e gjumit. Gjumi i mjaftueshëm, orari i rregullt, reduktimi i stresit dhe shmangja e ekraneve para gjumit ndihmojnë ndjeshëm. Edhe pozicioni i gjumit mund të ndikojë. Shumë persona përmirësohen duke shmangur vjetjen me shpinë. Paraliza e gjumit është një përplasje mes ëndrrës dhe realitetit. Mendja zgjohet, trupi mbetet i bllokuar dhe ëndra vazhdon të projektohet mbi dhomën reale. Kjo është arsyeja pse përjetimi duket kaq i gjallë, kaq i frikshëm dhe kaq horror. Por pa gjithë këtij misteri qëndron një shpjegim neurologjik jo paranormal, sepse truri ynë sidomos natën është më i frikshëm se çdo film horror. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.